Përgjithsisht në studio dhe këtë kam kënaqësinë të kem në studio Gjenti Çela, kandidat dhe fituesi i primareve të Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Të përshëndes dhe të falenderoj. Mirëmëngjes, faleminderit. Për qarkun e Korçës, sigurisht që përfaqësues vetëm i Pogradecit. Faleminderit për ftesën. Gjenti disa herë i ftuar në studiot e televizionit Sot 7 dhe jo vetëm për të folur lidhur me Partinë Demokratike. Ju jeni një i ri i këtij vendi që keni zgjedhur të qëndroni dhe të mos largoheni si shumë të tjerë, pse mundësitë kanë qenë të shumta dhe të tepërta dhe shumë tunduese mendoj për të zgjedhur si Shtetet e Bashkuara dhe ke qenë midis Shteteve të Bashkuara dhe Pogradecit, një vend i madh dhe një vend i vogël, një disbalancë shumë e madhe. Zgjodhët Pogradecin, pse? Në fakt, gjithmonë është një thirrje që vjen për shkak të jetës të kaluar deri më tani, për shkak të fëmijërisë, për shkak të asaj që njeriu kultivon dhe rritet me ëndrat e veta, përpjekjet e veta, mundësitë e veta, dhe sigurisht që krahasuar me dashurinë për vendin, për qytetin, për Pogradecin, nuk më ka të nduar asnjë mundësi tjetër sado e madhe si ajo që ju përmendët, megjithëse ka qenë një mundësi që shumë kush do ta kërkonte, por që vendimi është të qëndroj këtu dhe të bëj betejën time së bashku me qytetarët të tjerë të Pogradecit për një qytet më të mirë, për një Shqipëri më të mirë. Përse kandidoni tani, çfarë ju bëri të vendosni të hyni në garën për deputet në këto momente? Në fakt, duke ditur dhe situatën se si është aktualisht në politikë. Situata fatmirësisht është në një frym gjithmonë edhe më në rritje sa i takon mundësisë për një fitore të sigurt të Partisë Demokratike. Ka një sër ngjarjesh të cilat në fakt kanë rritur jo pak pritshmëritë e shqiptarëve, të cilët janë duke pozicionuar gjithmonë edhe më shumë krah opozitës, krah Partisë Demokratike dhe kundër një partie e cila për 12 vitesh qeverisë, por që shumicën e anëtarëve të asaj qeverisë, një pjesë të mirë të drejtuesve të majorancës sot janë prapa hekurave për shkak të një korrupsioni galopant dhe një korrupsioni i cili ka kaluar çdo lloj imagjinate, njerëz të cilët kanë jetuar në parajsin e tyre prallore në një vend më të varfrin dhe më të vjedhur në Europë. Shqiptarët janë në një masë të madhe me një pasiguri ekonomike, ju e dini, një pjesë e madhe e familjeve shqiptare jetojnë mes përpjekjeve për të siguruar ushqimin e ditës dhe një pakicë e vogël njerëzish të cilët kanë tashmë mbi një dekadë në qeveri, të cilët jetojnë në një luks të shfrenuar, ku siç është parë në rastin e kryetarit të Bashkisë Tiranës, vetëm online, zonja e kryetarit të Bashkisë Tiranës, zonja Xoxa, ka porositur gati 1 milion euro veshje e theksoj vetëm online. Janë shpenzime, ata kanë një jetë tërësisht të shkëputur nga realiteti. Pse kandidova? Në fakt, angazhimi im në Partinë Demokratike vjen që në moshën 15-16 vjeçare në forumin rinor të Partisë Demokratike, i pa shkëputur për asnjë ditë vetme. Kam patur pozicione të ndryshme në këtë parti, nisur nga zëdhënës i Partisë Demokratike në fushatë ndryshme elektorale në rinin time të hershme. Kam qenë në kryetari i forumit rinor në fëmijëri. Prej 2 vite pak kosh kam patur nderin e jetës të jem kryetari i Partisë Demokratike në Pogradec dhe në bazë të një diskutimi të gjerë është vendosur që unë të jem kandidat i Partisë Demokratike në këto primare për të garuar në zgjedhjet e 11 ju apo është vendosur nga lart që ju duhet të jeni? Askush nuk është vendosur nga lart, tash ka pasur një komunikim, një diskutim mes anëtarëve të Partisë Demokratike, një propozim, të cilin unë kam çuar deri në fund, kam garuar në primare, kam fituar dhe tashmë pres garimin në zgjedhjet e 11 majit, me bindjen që Partia Demokratike do të rikthehet në pushtet për të rikthyer Shqipërinë në një normalitet kaq shumë të nevojshëm. Po, dhe si vlerësoni ju situatën aktuale brenda Partisë Demokratike, përçarja që ka ndodhur kohët e fundit, le të themi, mund të ndikojë edhe në zgjedhjet tuaja? Për fat mirë, më duhet të them që me kthimin e logos së Partisë Demokratike në shtëpinë e vet tek demokratët, pas një betejë absurde në fakt, ku një numër i vogël ish drejtuesësh të Partisë Demokratike mbanin të uzurpuar simbolin e Partisë Demokratike, flamurin e Partisë Demokratike, më në fund tashmë demokratët e kanë këtë mundësi dhe pas kësaj dite Partia Demokratike nuk është më e përçarë, është të bashkuar, të gjithë janë rikthyer në parti. Përtej kësaj, jo vetëm Partia Demokratike, po ne kemi fatmirësisht koalicione më të madh
që ndonjëherë një opozitë ka garuar përballë një qeverie. Janë 26 parti opozitare, të cilat nuk po 26, të cilat kanë kush më shumë e kush më pak peshën e vetë në elektorat, dhe absolutisht që do të ndikojnë jo pak në fitoren e sigurt të këtij koalicioni për një Shqipëri madhështore, nisur edhe nga një fushatë e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ishte pak a shumë me të njëjtin slogan, por sigurisht që ne kemi drejtues fushate, të njëjtin drejtues fushatet që ka pasur presidenti aktual, fitues i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sigurisht do të ketë një intensifikim i këtyre dy partive të djathta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Partisë Demokratike në Shqipëri dhe opozitës së bashkuar. Por çfarë ju bën ju ndryshe? Çfarë ju dallon ju si Genti Çela për deputet ndryshe nga kandidatët e tjerë dhe pse populli apo njerëzit pse duhet ju votojnë ju? Është një listë shumë emërore prej... Se ka disa njerëz, apo jo, dhe brenda llojit, pra dhe brenda Partisë Demokratike. Por unë... A fillon këtu një luftë e brendshme më vonë? Jo, ne luftën e dime e kemi me qeverinë, e kemi me kryeministrin Rama, i cili absolutisht është tashmë në ditë më të vështira të vetat, duket edhe nga daljet e veta publike her pas here, dukshëm në një gjendje jo normale të një kryeministri, të një njeriu normal. Gara nuk është me ne, gara është me palën tjetër e cila do duhet të kuptoj që çka ndodh, fakti që shqiptarët vazhdojnë të ikën në mas të madhe, fakti që ky vend vazhdon të vidhet çdo ditë, në çdo prokurim publik, e vetmja punë që në masën të madhe të zyrat e shtetit në nivelet drejtuese kanë, është të vjedhin këtë vend nga mëngjesi deri në darkë. Kjo do duhet të ndryshojë një herë mirë. Ky vend i ka të gjitha mundësitë që të gjithë shqiptarët të jetojnë denjësisht. Ky vend i ka të gjitha mundësitë që Shqipëria të jetë krah vendeve më të zhvilluara të Evropës për shkak të gjitha resurseve të veta. Ne kemi resurset të jashtëzakonshme që vendet të tjera të zhvilluara të Evropës do e kishin zili. Po, nëse do i riktheheshim sërish pyetjes nga fillimi, çfarë ju dallon ju nga kandidatët e tjerë? Atëherë, për të ardhur të pyetja juaj, jam përpikur të përfaqësoj një frym të re për shkak edhe të moshës së re. Jam lindur dhe rritur në Pogradec, një qytet të cilin e njoh në gjithë problematikat e veta, dhe që fatkeqësisht më duhet ta pranoj që kohët e fundit, vitet e fundit, përveç faktit që ka qenë tmerrësisht i harruar në këto 12 vite, tashmë është edhe në një sulm të vazhdueshëm ku në pjesët më të bukura të qytetit, fare pranë liçenit, në të vetmet oazet mbetura gjallë nga betonizimi, tashmë me vendimin të kryeministit Rama janë miratuar leje ndërtimi projekte ndërtimi me kulla deri në 25 kate në disa vende të ndryshme, dhe që fatkeqësisht janë duke i marrë frymën që tani këtij qyteti pa imagjinuar dot se çfarë do të ndodhë më vonë, ku do të ndalohet një herë mirë raporti me... Pra, ju mendoni se nëse vini në pushtet, të gjëra do të ndalohen rreptësisht në qytetin e Pogradecit? Partia Demokratike në Pogradec ka organizuar disa tryeza diskutimi me ekspertë të ndryshëm të mjedisit, me arkitekt, me urbanist. Në disa për tyre ka qenë i pranishëm edhe kryetari i opozitës së Shqipërisë, zoti Berisha, dhe që në fakt ka ngritur, ka alarmuar, i është bashkuar qëtësimit tonë deri në instanca ndërkombëtare siç është UNESCO, ku ne kemi paraqitur gjithë qëtësimin tonë se çfarë ndodh sot në Pogradec. Për të ardhur tek emërim si kandidat, kam ndier një thirrje dhe nevojë të domosdoshme që Partia Demokratike në Pogradec, po jo vetëm në Pogradec, jam i bindur që Partia Demokratike do të ketë në rang kombëtar të rinj në një masë të madhe në listat e tyre si kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Dhe jam nderuar që të jem njëri prej tyre, kjo edhe për shkak të privilegjit të cilët demokratët e Pogradecit më dhanë në primaret e para pak ditëve, ku në një garë diverse, në një garë të fortë, në një garë të vërtet, mora një rezultat të kënaqshëm, dhe këtë mbështetje do duhet ta çojë dhe do duhet ta çojë deri në fund për të përfaqësuar Pogradecin në Parlamentin e Shqipërisë dhe duke qenë aty një zë i denj për problematikat e qytetit, qoftë
Partia Demokratike në pushtet apo në opozitë, unë do të jem një zë i Pogradecit duke që në krahun e Pogradecit dhe jo në krah të... Mendoni se mund të ndodhë ndonjëherë në qytetin e Pogradecit që Partia Demokratike ta mposht Partinë Socialiste? Duke parë edhe këtë garën e fortë, domethënë duke vënë në lojë edhe të gjithë ata të ashtu quajturit patronazhist, ju si do të përballeni me ta? Unë jam i vetëdijshëm që partia në pushtet ka mundësi, po themi, resurse më të mëdha për të luftuar në këtë betejë të 11 majit, por përveç presionit, përveç punësimeve në një administratë të fryrë, përveç parave të cilat ata kanë hedhur vazhdimisht në fushat elektorale, këtë herë nuk kanë asnjë argument më shumë. Këtë herë janë të izoluar nga opinioni publik, të demaskuar si hajdut permanent, dhe jam i bindur që qytetarët e Pogradecit, qytetarët e Shqipërisë do dinë të dallojnë se çfarë duhet bëjnë. Jam i bindur që ata më shumë se kushdo tjetër duan dhe mezi presin një ndryshim, një rotacion politik. Partia Demokratike në Pogradec e ka prodhuar gjithmonë një mandat të deputetit në të gjitha legislaturat e Kuvendit të Shqipërisë, që nga 91-shi, Partia Demokratike ka prodhuar të ketë një deputet të vetin në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë ose jo nga Pogradeci, ka qenë ose jo i deleguar nga kryeqyteti. Gjithmonë pra ka qenë një person që ka përfaqësuar Partinë Demokratike në një qark të caktuar, le të themi, por nëse të rikthehemi sërish atje ku ishim tek pyetja që nëse do mposhtet apo jo, ne folëm pak që ju i quani patronazhist ata të tjerët, por ka dhe blerje votash apo jo? Si mund të përballeni dhe me këtë situatë, me blerjen e votave? Se është diçka që ka ndodhur rëndom vit pas viti nga shumë forca të ndryshme të politikës, jo vetëm nga Partia Socialiste. Në fakt, Partia Socialiste ka shkelur hapur në të gjitha palët e zgjedhjeve ligjin sa i takon asaj që i quani patronazhist, duke marrë në mënyrë të paligjshme të dhënat personale të shqiptarëve me anë të institucioneve të tjera të cilat e kanë rreptësisht ndaluar të gjendja civile në rastin konkret, të japin informacion partive politike. Patronazhistët nuk bëjnë fushat, patronazhistët bëjnë presione, marrin informacion për familjet shqiptare, për problemet e tyre, duke i ushtruar në impresion të jashtëzakonshëm dhe tërësisht të qesharak në shumë raste, me, po themi, motivin e vetëm për të votuar partinë në pushtet. Unë jam i bindur që shqiptarët tashmë janë duke vrarë frikën dhe nuk ka patronazhist në Pogradec apo në Shqipëri, i cili mund të ndalojë këtë rotacion kaq shumë të kërkuar, edhe kush është në fundit, po themi, elementi kyç kryesor, qëllimi i demokracisë, është rotacioni. Ndryshe kalojmë në një diktaturë dhe në fakt vitet e fundit lehtësimi mund të jetë kthyer edhe si një diktaturë, kjo edhe për shkak mund të jetë edhe për popullit që voton, por mbase edhe për punën se si ju i bëni zgjedhjet brenda partive, si nga Partia Socialiste apo Demokrate, flasim për dy forca politike, por Partia Demokratike disa herë ka dështuar në qytetin e Pogradecit. Ju sërish jeni në Partinë Demokratike dhe çfarë ndodh? Tani unë do të jem në Partinë Demokratike në ditë të mira dhe jo të mira të vetat. Me të ku e gjeni forcën dhe besimin që sërish të kandidoni dhe të ngriheni të gjithë në këmbë për të kandiduar dhe për të mbrojtur Partinë Demokratike. Sepse njeriu pas çdo dështimi, pra njeriu nuk është këtu në këtë botë për të zgjedhur rrugët më të lehta. Është për të zgjedhur rrugët më të drejta, qofshin këto të vështira ose jo. Unë jam në Partinë Demokratike sepse besoj që ajo ka mbrojtur në të gjithë historikun e vet interesin kombëtar. Jam në Partinë Demokratike sepse e para kam lindur si i tillë në një familje të djathtë, e dyta jam në Partinë Demokratike sepse firmat në arritjet më të mëdha të vetat i ka Partia Demokratike. Arritjet më të mira të Shqipërisë në këto vite demokraci, tranzicion, më saktë, i ka Partia Demokratike. Ndryshe nga çfarë jemi duke parë. Sot jemi duke parë në 12 vite kanë ikur gati 1 milion shqiptar. Kemi thyer rekorde botërore të hajdutërisë në këtë vend. Kemi një moshë mesatare goxhat të lartë, fatkeqësisht ndryshe nga çfarë ka qenë para 12 vite. Shqipëria ka qenë një ndër vendet me një moshë mesatare shumë të re në Europë. Një popullat në rënje, ku askush nuk zgjedh të jetojë, të gjithë do duhan të ikin, askush nuk dëshiron të krijojë familje, të lindë fëmijë dhe të rritë fëmijë në Shqipëri. Ndërkohë që e theksoj,
ky vend i ka të gjitha mundësitë gjeografike, natyrore që Zoti ja ka falur për të pasur një popullat e cila jeton këtu denjësisht dhe që vendos të qëndrojë, vendos të krijojë familje dhe që Po, janë të rrallë ata që qëndrojnë sepse Shqipëria, jo vetëm po Gradecia, po qarku i Korçës, po Shqipëria po përballet me një shpopullim të theksuar. për arsye të cilat theksova. Një nga arsyet janë edhe patronazhisë, po sigurisht që është korrupsioni, është. Pra mund të jetë një menaxhim i keq që themi i partisë aktuale? Nuk është çështje menaxhimi, është çështje qëllimi. Qëllimi i tyre ka qenë largimi masiv i shqiptarëve. Unë në fillim them drejt, do të jemi sinqert me ju, nuk e kam besuar që ka qenë një qëllim në vetvete. Sot kam bindjen e plot që ka qenë largimi i shqiptarëve ka qenë absolutisht qëllim kryesor, në mënyrë që kjo pakicë të mbretëroj, të zotëroj të gjitha pasuritë në këtë vend dhe askush të mos jetë këtu për të ndruar këtë qeveri. Fatmirësisht, fal një këmbgulje të Partisë Demokratike, sot kemi një mundësi shtesë, siç është vota e diasporës, dhe jam i bindur që ata që janë dëbuar nga kjo qeveri do të dëbojnë tashmë këtë kryeministër. Kam bindjen e plotë që emigrantët tanë kudo në botë do të mundsojnë, do japin dorë të mirë Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet dhe për larguar këtë qeveri e cila duhet tekstuar, nuk ka qenë asnjë qeveri në këto 100 e ca vite shtet kaq shumë e lidhur ngushtësisht me krimin në çdo segment të saj. Kemi patur gati 20 deputetë të cilët kanë qenë të dënuar jashtë Shqipërisë apo brenda Shqipërisë për krime të rënda, prostitucion, trafik droge, vrasje etj, të cilat Zoti Rama i ka bërë deputet, i ka bërë kryetar bashkie. Ndërkohë që aty në Partinë Socialiste mund të ketë patur të rinj, si ne, të cilët mund ta kenë merituar shumë më shumë atë mandat. Dhe ju mendoni që ta ndryshoni? Dhe sa i takon zgjedhjeve në partitë politike. Ne në Pogradec, ju e mbani mend shumë mirë. Kemi pasur në këto vite disa zgjedhje brenda Partisë Demokratike. Kemi pasur zgjedhje për shkarkimin e kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Basha, kemi pasur zgjedhje për zgjedhjen e Zotit Berisha, kemi pasur zgjedhje për kryetarin e Degës Pogradecit ku unë kam fituar, për primare, për strukturat e tjera të Partisë Demokratike, për forumin rinor. Më thoni lutem një palë zgjedhje në Partinë Socialiste në 20 vitet e fundit. Këtë do të pyesim një socialist në fakt. Ju siguroj që përgjigjja do të jetë, pra duhet të them, cila është mënyra ka penguar Partinë Demokratike që fitoi kohët e fundit? Të gjitha argumentat që përmenda. Paraja e pisët e hedhur vrrullshëm në fushat, lidhja me krimin e organizuar, largimi masiv i shqiptarëve, sigurisht edhe problemet caktuara të opozitës në 8 vitet e kaluara ku Zoti Basha ka qenë në krye të saj me vendime të rësisht të gabuara me ose pa dashje. Ju kujtoj që tashmë kemi një kryetar tjetër partie i cili ka ditur të fitojë dhe ka qenë në fakt kryetari vetëm i Partisë Demokratike i cili ka sjellë të djathtën disa herë në pushtet. Është thirrur tashmë në një mision për ta rikthyer për herë të dytë Partinë Demokratike në pushtet dhe për të rrëzuar për herë të dytë një regjim. E ka bërë një në vitin 1991 dhe sot së bashku me një ekip kryesisht të rinj është në një fitore të sigurt të 11 majit. Dhe në qoftë se gjendin ndodh që edhe këtë herë mos të fitoni, do të ishte ndonjëherë dorë nga politika? Jam i bindur që do të fitoj, jam i bindur që Partia Demokratike do të fitoj dhe jam i bindur që Pogradeci do të ketë më në fund një zë të denjë në parlament, një zë i cili i njeh realisht shqetësimet e qytetit dhe që di t'i çojë atje për t'u dhënë peshën e duhur dhe për të qëndruar krah, sepse kush është qëllimi i një mandati? Qëllimi i mandati është të përfaqësosh njerëzit, është të dëgjosh njerëzit, është të jesh me njerëzit çdo ditë. Unë jam i bindur që në gjithë angazhimin tim politik, po jo vetëm politik, qytetar apo kudo ku jam pjekur të jem, arma kryesore po themi kryefjala ime ka qenë raporti me njerëzit, ti jesh aty me kudo dhe empatia që duhet patur me secilin prej tyre dhe sigurisht që Pogradeci meriton të ketë zërin e vet në parlament, duke qenë një qytet jo i vogël në raport me qytetet e tjera të qarkut, duke qenë kulturalisht një qytet elitar së bashku me Korçën, dhe duke qenë qytet më i bukur në qark, por sigurisht që jo vetëm këtu, dhe patjetër që me bindjen e plotë se qytetarët e Pogradecit do të dinë të vlerësojnë njërin prej tyre. Unë nuk vi si një politikan, nuk jam i tillë, nuk e ndjej veten politikan, ndjej veten thjesht një pogradecar, si njëri prej qytetarëve të Pogradecit.
Keni qoftë se ju do të ishit shumë i pastër politikisht, le të themi, edhe në qoftë se u ofroi një vend shumë i mirë, një pozicion shumë i mirë nga ana e Partisë Socialiste, do ta zgjidhni? Do ta pranonit si ofertë nëse do ishte shumë tunduese? As që më ka shkuar ndonjëherë në mend, ka pasur disa tentativa në them drejtën në vite, por që gjëja e fundit që mund të mendoj edhe falë Zotit nuk është as e nevojshme dhe sigurisht që njeriu ditë të jetoj dënjësisht, ndeshmërisht, pa mohuar veten në fundit. Unë gjithçka them, nuk mund të bëhem pjesë, nuk do të palë me të keqen. Ka ndodhur në disa raste kur kanë kaluar nga një parti në partin tjetër për oferta të ndryshme. Demokracia do ishit as i pari as i fundit. Demokracia është çështje zgjedhje, po edhe sikur i fundit të merrte këtë vendim, unë nuk do kisha marrë asnjëherë. Për këtë kam dyshimin më të vogël. Pra e thoni publikisht që nuk do ta pranoni kurrë një ofertë nga e para njëherë nuk kam për të patur asnjë ofertë, sepse Partia Socialiste nuk do të jetë më në pushtet, por të gjitha pyetjet tuaja kanë vetëm një përgjigje jo, në asnjë rast kurrë. Dhe për ta mbyllur bashkë, çfarë do të ishte një rezultat i pranueshëm për ju në këtë zgjedhje? Nëse nuk fitoni, thatë që do të qëndroni sërish aktiv, por cili do të ishte rezultati më i përshtatshëm për ju? Unë jam i bindur, e thash edhe pak më herët që Pogadecia meriton patjetër një mandat deputeti, jam i bindur që ky rezultat do të arrihet, jam i bindur që Partia Demokratike do të vinë në pushtet, është jo thjesht një garë e saj, është një thirrje, një kërkesë e qytetarëve të Shqipërisë, të cilët përballen çdo ditë me problematika të shumta, me padrejtësi të shumta, me grabitje të shumta të xhepit të cilit do prej nesh. Jo vetëm për të ndërruar një parti me një parti tjetër në pushtet, një kryeministër me një kryeministër tjetër, një deputet me një deputet tjetër, por për të rikthyer Shqipërinë në një normalitet qeverisës, duke u bazuar në parimet më të mira të shtetbërjes, edhe të raportit midis një përfaqësuesi të zgjedhur dhe qytetarëve. Dhe për këtë nuk kam dyshim më të vogël të vetja se do të jem në të gjitha opsionet e mundshme një zë i mirë i pogadecarëve. Të uroj shumë sukses në pak në rrugtimin që ju keni zgjedhur. Faleminderit. Dhe të falenderoj që ishit sërish pjesë e emisionit të mëngjesit në televizionin Sot 7. Ne do të shihemi sërish, besoj në datën 11 maj, duke kuptuar edhe rezultatet tuaja. Ju sigurisht që ka bërë të qenë surprizues.